Në datën 26 shtator, televizioni 6+ Vlora transmetoi në kronika televizive një shqetësim të qytetarëve të Vlorës dhe kryesisht banorëve të lagjes Kushtrimi mbi vjedhjen e kapakëve prej hekurit të 10 pusetave, më saktësisht kapak prej hekurit të pusetave të linjave të internetit dhe kompanive celulare përgjatë aksit që lidh Transballkanike me autostradën u vodhën përgjatë mbrëmjes, duke lënë në vend të tyre gropa të shumta. Gropa këto të cilat ishin kthyer në një rrezik për kalimtarët dhe veçanërisht drejtuesit e biçikletave përgjatë mbrëmjes, pasi shumë prej tyre në errësirën e natës rrëzoheshin në to, duke pësuar më pas lëndime të shumta, por gjithashtu këto gropa ishin të imbushur me mbeturina, duke u kthyer në burim dotje dhe vatër infeksioni. Pas kronikës së transmetuar në televizionin ton, por mbi të gjitha, edhe duke parë problematika që shkaktoheshin nga qytetarët e papërgjegjshëm, të cilët për përfitime monetare nga shitja e metaleve kishin vjedhur kapakët e pusetave në këtë segment, ka reaguar Bashkia e Vlorës. Ndërmarrja e shërbimeve publike ka nisur përgjatë gjithë aksit rrugor zëvendësimin e kapakëve të pusetave. Këtë radhë, për t'i rezistuar më tepër, kapakët prej hekuri janë zëvendësuar me beton, në mënyrë që ata mos të bien më pre e vjedhjeve gjatë natës. Deri më tani, si pjesë e kësaj pune të nisur, janë zëvendësuar disa prej kapakëve të pusetave prej hekurit të vjedhur, por ende në trotuarin në fjalë ka edhe disa të tjerë të cilët mungojnë. Ndaj kjo punë e nisur duhet të vazhdojë si një domosdoshmëri e qytetarëve deri në fund të këtij segmenti rrugor, për të shmangur problematika që shkaktohen prej saj dhe mbi të gjitha për mos të ndikuar në lëndimin e të tjerë personave duke rënë në gropat e lëna hapur.